Po, mendoj është një ndeshje e rëndësishme dhe për vazhdimsinë tonë, duke ditur që katër ndeshjet e fundit nuk I kemi marrë maksimale në pikëve. Mendoj që Teuta është një skuadër e kompletuar, është një skuadër që nuk han gola dhe është e vështirë që të lejmë pikë, por mendoj që në Shkodër ne kemi armën më të fortë fushën dhe mendoj që do dalim me 3 pikë. Po, mendoj sepse edhe gjendja e grupit nuk ka qenë optimale, duke ditur që shumë lojtarë kanë qenë të dëmtuar, ka pasur rotacione, por mendoj që një skuadër kampione do dali shumë shpejt nga kjo sfidë. Po, lojtarët duke ditur që kemi pasur këto probleme me dëmtime, kanë qenë shumë dëmtime në fakt. Mendoj që lojtarët janë duke ardhur në formën e tyre më të mirë dhe besoj që nesër grupi është I plot për të marrë ato 3 pikë. Po, u bë gati 2 muaj e gjys, nuk është pak për një futbollist, por mendoj kam punuar intensivisht për të ardhur në formën time më të mirë dhe të ndihmoj skuadrën në ndeshjet në vazhdim. Mendoj që është kompletuar grupi akoma më shumë, kanë ardhur akoma lojtarë më cilësor. Mendoj që vjet kemi bërë një punë të mirë, pavarësisht mbylljes jo të mirë që ne bëm, por shpresoj që këtë vit do ta realizojmë ëndrrën e gjithë shkodranëve. Po bën mirë, po siç e thash edhe më parë, Shkodra është arma jonë më e fortë dhe fusha do të tregoj nesër atë të cilën do të realizojmë marrjen e 3 pikëve. Po, ne kemi vënë një qëllim vetes që në të 4 fazat të dalim në vendin e parë. Mendoj deri tani jemi duke realizuar, por e shohim dhe në ndeshjet në vijim. Ata janë lojtarë 12, siç e themi gjithmonë. Për Shkodrën, siç e dim, është djepi I futbollit dhe çdo fitore ata ju risjell buzëqeshjen dhe atë dëshirën për të ardhur në stadium. Mendoj që nesër është një ndeshje e vështirë dhe sigurisht që duam dhe ne si futbollistat të kemi mbështetjen e tyre. Po, nuk diskutohet, çdo futbollist e ndjen si tifozin, si edhe pjesën e familjes, edhe ato janë një plus për ne. Mendoj që në kampionatin shqiptar nuk ka rival. Çdo ndeshje është e vështirë, ajo që duket më e lehta bëhet më e vështira dhe ajo që duket më e vështira ndonjëherë bëhet më e lehta, kupton? Dhe mendoj që çdo ndeshje duhet të futemi për të marrë ato 3 pikë. Nuk diskutohet në një ekip kampion mendoj që konkurenca është gjëja më e mirë, sepse jo gjithmonë një lojtar është në formën e tij më të mirë. Dhe kjo çdo lojtar ka atë ditën e vet dhe besoj që plotësojmë njëri tjetrin për të arritur objektivin tonë. Këtë nuk e di, të them drejtën, unë mendoj që grupi po kompletohet dhe besoj që jemi të gjithë 100% gati. E vërtetë është edhe në fakt edhe mua më ka munguar, sepse që të bësh një gol, sidomos me gjuajtje dhe me kështu në Shkodër, është një emocion tjetër, të them drejtën. Dhe mendoj që jam gati 100% dhe inshallah e realizoj dhe një gol. Po, siç e thash edhe më parë, kjo është një plus I joni. Shtëpia Lor Buriçi për ne është një plus, të cilën mendojmë që do ta vazhdojmë edhe në ndeshjet në vijim.